Një përplasje mes Kursitës dhe Arjan Konomit një moment që ndezi studion. Debatët në studio janë gjithmonë të forta, por ajo që ndodhi mes Kursitës dhe opinionistit Arjan Konomi në Big Brother VIP Fan Club ishte një nga përplasjet më të tensionuara të sezonit. Gjithçka nisi si një diskutim rreth lojës, qëndrimeve dhe strategjive të banorëve. Arjan Konomi, i njohur për analizat e tij të drejtpërdrejta dhe shpesh provokuese, po jepte mendimin e tij pa filtra. Ai theksoi disa gabime në lojë dhe vuri pikpyetje qëndrimeve dhe nuk i kurseu kritikat, duke folur pak ashpër për Kursitën. Por këtë herë përballë tij Kursita e vendosur e drejtpërdrejtë dhe e gatshme të mbrojë pozicionin e saj. Ajo nuk e priti këtë analizë, reagoi menjëherë, duke kundërshtuar mënyrën se si interpretoheshin veprimet dhe situatat, por duke mbajtur një qetësi të vazhdueshme. Sa më shumë vazhdonte debati, aq më shumë rritej tensioni. Arjan Konomi këmgulte me argumentet e tij, duke sqaruar se si opinionist ka detyrë të analizojë dhe kritikojë. Kursita nga ana tjetër e mori këtë pak si një sulm personal. Dhe pas kësaj erdhi momenti që ndryshoi atmosferën në studio. Në kulmin e debatit, Arjan Konomi i thot Kursitës fjalët: "Në Big Brother ke marrë frym kot, një person që nuk ka pasur asnjë strategji. Një person që thot dhe ka shpikur fjalën kam kimi shoqërore." Arjan Konomi e kritikoi shumë rënd Kursitën. Ai theksoi rolin e tij si opinionist dhe rëndësinë që ka për të debatuar. Ai mbrojti profesionalizmin e tij dhe vijoi diskutimin, por atmosfera ishte e ndezur. Në rrjetet sociale klipi i këtij momenti u përhap me shpejtësi. Komentet u ndarën në dy kampe, ato që mbronin Kursitën dhe ato që mbronin Arjanin. Të tjerë pasin një përgjigje guxitar ndaj një analize që konsideronin të ashpër. Kjo përplasje solli një debat më të gjerë, deri kur shkon roli i opinionistit. Sa duhet të tolerojë një personazh publik kur kritikohet, dhe kur kalon debati profesional në përplasje personale. Një gjë është e sigurt, ai moment i dha një tjetër dimension diskutimeve në studio. Tregoi se emocionet janë reale, presioni është i madh dhe jo gjithmonë kufiri mes analizës dhe ndjeshmërisë personale është i qartë. Në fund kjo përplasje ishte thjesht për lojën, diskutim i cili u bë vetëm për lojën e Kursitës brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Ishte një moment që tregoi se sa e fortë mund të jetë dinamika kur mendimet përplasen live, pa skenar dhe pa filter. Po ju si mendoni? E kritikoi ashpër Arjan Konomi Kursitën apo i tha thjesht të vërtetën pa filtra?